Pas largimit për trajtim mjekësor, Alba rrëfen momentin e frikshëm. Mu erën sytë. Alba Pollozhani është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova pas disa problemeve shëndetësore, për shkak të cilave u detyrua të largohej përkohësisht për të marrë trajtimet e nevojshme mjekësore. Banorja duket se tani është në gjendje më të mirë shëndetësore dhe i është rikthyer shtëpisë për të vazhduar garën e saj. Pas rikthimit, ajo zhvilloi një bisedë me dy banoret, Hygertën dhe Dolcen, të cilat po qëndronin në obor. Alba u shpjegoi atyre momentin kulminant të përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore, si dhe simptomat që kishte përjetuar gjatë asaj kohe. Dhimbje shumë, edhe mu përcollte komplet trupi. Në atë moment mu erën syt, ndërkohë që mu erën syt, unë prap po mbaja veten, se mendoja se do të më rikthehet. Dhe një moment vetëm kur iku, i thoshte ajo Hygertës dhe Dolces. Ndër të tjera, Alba tregoi se vazhdon të ketë probleme me gjumin, duke shtuar se kjo është një nga pasojat që po e shqetëson ende. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.